Македония дека се прави селективна правда во Република Македонија и Kryetari i opsionit qytetar për Maqedoninë, Stefshi Akimovski, vazhdon të insistojë se aksioni policor para 3 muajve në rajonin e Likovës, Kumanovës dhe Haraçinës kishte të bëjë, siç thot ai, me një grup terrorist që kishte hyrë nga Kosova, me qëllim që t'i sulmojë burgjet dhe t'i lirojë të burgosurit nga lagja e Trimave. Deklaratën e parë Akimovski e dha nga fundi i muajit, 2 javë pasi policia për 2 ditë me radhë mbajti në rrethim Likovën, ndërkohë që ai bëri thirrje ministrit të atëhershëm Oliver Spasovskit që të mos e gënjej popullin se ky aksion ka të bëjë me krizën e emigrantëve. Të njëjtin qëndrim ai e ka edhe sot, kurse rikujton se pretendimet e tij nuk I ka përgënjeshtuar atë kohas ministri Spasovski. Me siguri, edhe ju edhe qytetarët e mbani mend kur kishte shumë helikopter këtu në qytetin e Shkupit dhe në rrethinë. Pretendimet e mia nuk I përgënjeshtroi ministri i atëhershëm I punëve të brendshme e as ministri I ri, çfarë do të thotë se absolutisht qëndroi pas asaj që thash në opinion. Akimovski u bëri thirrje shërbimeve të sigurisë që të përgatiten për sulme të mundshme, kurse pretendimet e tij nuk I hedh poshtë as ministri aktual I punëve të brendshme Mitko Çavkov. Ai në emisionin në Qendër tha se ekzistojnë informata se ka pasur aktivitete të tilla. Ministër, këtë që po thot Stefshi Akimovski, ju nuk po e përgënjeshtroni. Nuk e përgënjeshtroj absolutisht sepse ekzistojnë informata. Do të thotë grupi është I përbërë prej 40 ish terroristëve. Не бих сакал да преюдицирам сега во однос на групата. Nuk dua të paragjykoj në lidhje me grupin, se sa I madh ishte grupi dhe se nga sa terroristë është e përbërë, por ka interes të vazhdueshëm nga individ nga Kosova. Çavkov thot se MPB në vazhdimsi ka informata për aksione të ngjashme terroriste, që sipas tij kanë qëllim lirimin e anëtarëve të grupit të Kumanovës, por prej atje deri më tani nuk kanë thirrur Akimovski në bisedë informative. Nga ana tjetër ish ministri Spasovski nuk deshi t'i komentojë deklaratat e Akimovskit, duke shtuar se gjithçka që ka pasur të thotë ka thënë. Ai atë kohë tha se për shkak të krizës së refugjatëve policia ka shtuar masat e sigurisë, por përjashtoi çdo mundësi se ndonjë grup ka hyrë në territorin e Maqedonisë.